E shikon këtë Bayern gati që fitoj kampionatin, atë nuk e diskutoj fare, por që në Champions shkojnë finale, nëse rruga nuk e përball, le të themi me një Paris Saint-Germain, le të themi me një Arsenal. E vërtetë është, unë e shoh për momentin në 3 skuadrat më të forta, për momentin. Bashkë me Paris Saint-Germain dhe Arsenalin. Unë në mendimin tim para sezonit kisha Barcelonën favorite kryesore, po me Barcelonën që kam parë këto muaj, edhe mund ndryshoj gjëja se jemi herët, jemi akoma muajin tetor. Unë shoh këto treja që janë një hap përpara. Dhe shoh Barcelonën dhe më pas Real Madrid dhe më radhë ekipet e tjera. Për mendimin tim Bayerni shoh më harmonik këtë sezon. Është një ekip që luan në mënyrë zhvillët, ka harmoni me trajnerin, me futbollistat, rinovoi ditën e djeshme deri në 2029 i dhan besim Vincent Kompany's. Për një projekt afatgjat. Atmosfera duket e mirë. Problemi i Bayernit janë që mos ketë dëmtime në fazat decisive të sezonit dhe për mendimin tim pjesa e mes fushës, Kimmich dhe Pavlović po më pëlqen, lojtar shumë i mirë. E kisha ndjek vjet pa, po këtë vit që është titullari pa diskutueshëm gjitha ndeshjet. Është goxha, Olise dhe Luis Diaz janë nga lojtarët e krahut më të mirë në botë për momentin. Luis Diaz unë i them dhe Artes që është shumë e madhe për Liverpoolin. Për mua është një nga gabimet e merkatit të Liverpoolit. Zgjodhën rrogën e Salah, nuk duhet largoj, pavarësisht moshës, nuk është mosha 28-29 vjeçare, i në kulm karrierës. Mund të jepte 2-3 sezone shumë mira, ishte përshtatur shumë mirë në Premier League, po përshtatet shumë shpejt e Bayernit, kjo tregon cilësitë e një lojtari. Sa më shpejt përshtatesh tregon që lojtari është i kompletuar nga gjitha anët. E shoh një Bayern të fort, por e tham, deri në mars-prill nuk mund të flasim për Bayernin. Bayerni këtë fazë, qoftë fazën e grupeve, qoftë fazën e ligës që ka 2 sezone, unë nuk më mend ta ketë bërë ndonjëherë keq. Bayerni e bën në mënyrë perfekte. Faza e grupeve fitonte 6 aneshjet, shpeshherë, ishte i vetmi ekip bilet që e bënte. Real Madrid unë s'maj me ta ketë bërë, shumë rrallë bën. Për shumë Real Madrid që është fitues më tepër i Champions. Kështu që nëse në mars-prill këta lojtarë i ka të gjithë dhe i kanë formë, unë mendoj që Bayerni bëhet i frikshëm për fundin e sezonit.